Rama ka një problem moral. E kam marrë me thonjë të paprerë si refugjat nga Parisi dhe e kam sjell të bëj pjesë në ekipet tona qeverisë dhe përfaqësuese. Unë mund të kem bërë shumë gjëra, por e nxorra nga bataku i thyerjeve, nga refugjat dhe shitës ikonash të vjetura. Shisi e ke pjestuar pasuri kombëtare në çiftligje të vjedhura për ministra, burrash ministrësh, familjare e klient qeverie që të mbajnë në pushtet. Zbrit nga ato makina luksoze që kushtetuta të ka dhënë për punë qeverie e jo për biznes partije. Sa të kushton karburanti ditor që të paguhen shqiptarët? Është pensioni mujor i një të moshuari e asistenca 2-3 mujore një invalidi. Mjaft me thirrje për emigrant në Greqi, në Shqipëri do të vinë të votojnë kundër teje. Mjaft me thirrje për emigrantët në Itali. Plot janë avionët, nuk i besuan farsës tënde të postës për vot, aty na dhe do të vullosin protestën kundër kastës tënde. Bollo i ruar se ngele në telefon të dorë, a ke punë për të bërë, qeveri për të drejtuar. Nuk shkohet në Europë me syze trendi dhe barsaleta. Nuk mund të jesh europian për botën pa qenë europian në Shqipëri. Europian është vetëm një vend me sistem demokratik. Ti ke krijuar një qeveri kryeministrore, një oligarki autokratike. Dhe kjo quhet pasaportë ramiste anti-Europë.